Arti Nëzi shuhet në moshën 60 vjeç, këngëtari dashur nga publiku. Këngëtari grek Haris Kostopoulos vdiq në moshën 60 vjeç mëngjesin e sotëm, 20 janar. Këngëtari është shtruar për disa kohë në një klinik private, teksa ishte në një betejë të vështirë me kancerin. Lajmin e ka bërë të ditur familja e tij përmes një postimi në Facebook. Me pikëllim të madh ju njoftojmë se babai dhe bashkëshorti i dashur Haris dha frymën e fundit në orët e para të mëngjesit pas një betejë të gjatë me kancerin. Se kur dhe ku do të bëhet varimi, do të informojmë së shpejti në mënyrë që të gjithë t'i japim lamtumirën Harisit ton. Kërkojmë mirëkuptim dhe respekt në këtë kohë zije. Ne dëshirojmë të shprehim falënderimet tona për mjekët dhe stafin infermieror në Metropolitan për përpjekjet e tyre gjatë gjithë këtij rrugëtimi. Kristos Rafael Vivi shkruan në faqen zyrtare të këngëtarit.